2 ura të reja mbi luminibër, pra njëra për automjete e tjetra për këmbësor, të cilët e kam përmirësu shumë qarkullimin brenda në qytet, edhe barrierën psikologjike që Ibri në ndonë në vend se të kalohet e te i kalohet shpesh, është te i kaluar. Pastaj, rruga Prishtinë-Mitrovic është një investimi madh që e ka ofru Prishtinën me Mitrovicën edhe Mitrovicën me Prishtinën, edhe tash po vim prej Prishtinës Mitrovic, por ma pak se 30 minuta. Të ju falenderu kësaj rrugës Prishtinë-Mitrovic, unë nuk po vi vetëm shumë, po edhe shpejt. Se kur vjen shpejt, nuk vjen veç shumë, po vjen edhe shpesh. Kjo është shembulli që ne duam të tregojmë për të gjithë qytetarët për sa më shumë qarkullim vajtje ardhje këtë në Mitrovic. Tjetra, afër 100 km rrugë i kena shtru në veri të Kosovës. Ky rrjet rrugor e lidh edhe veriun me fshatra për brenda, por edhe me komunat e tjera të Kosovës, ndihmë madhe për banorët, studentët, ndërmarrësit e kështu me radhë. Renovimi teatrit Muharremçena është një investim i rëndësishëm në trashëgiminë kulturore të qytetit, por gjithashtu edhe renovimi për shfaqje të reja të teatrit dhe për festivalet të ndryshme, renovimi i stadiumit Adem Jashari, stadiumi më modern në rajon që do të sjellë standarde të reja për sportet dhe aktivitetet e tjera që është në punime e sipër. Pastaj investimi prej 400.000 euro në këtë sallën minatori këtu në Mitrovic, duke mundësuar edhe shtimin e 680 ulseve të reja,